Fjalë për gjithë pa përjashtim. Bëhet fjalë për të marrë një pasaport të re. Është një pasaport e re. Nuk do jetë më Republika e Shqipërisë, Republic of Albania, po do jetë Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Dhe nuk do rrimi më në fund, nuk do kemi më radhë që të na kontrollojnë pasaportën kur hymë në për vendet e tjera, pavarësisht se hymë pa vizë në Bashkimin Evropian, po prapë e keni pasi ndajen. Ca shkojnë nga janë edhe hynë dhe si kontrollon njëri, ne futemi nga i rreshti tjetër edhe fillon kontrolli. Nuk do kemi më, do hymë njësoj me franceze, me gjermane, me holandeze, me italian, njësoj të barabartë. Si mund të lihet kjo tani? Për tifozlik, jo jam me PD-n, jo jam me këtë, jo jam me PSD, jo jam me Kujtim Gjuhësor. Kjo nuk mund lihet. Nuk mund lihet. Kujtimi është më i mirë atje, më madhështori, më simpatiku, po përveç Mustagjeve s'ka asnjë gjë tjetër.